أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تجد falëndërimet, lëvdatat, mirënjohjet më të mira janë vetëm për Zotin ton, Allahun xhelle xhelaluhu. Vetëm Allahut i bindemi dhe vetëm Atij i porulemi me madhrim dhe respekt dhe dashuri. Përshëndetjet e Zotit, përshëndetjet tona, begatia, mirësia, çdo mirënjohje dhe respekt për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme, mbi gratë e tij të pasta dhe të gjithë besimtarët dhe muslimanët të cilët pasojnë dhe ndjekin rrugët dhe gjurmët e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamatli, do të vazhdojmë me lejen e Zotit xhelle xhelaluhu në jetëshkrimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në ato mundësi tona për shkak të hapësirës së shkurt që e kemi edhe në aspektin e ligjëratës konkrete, po edhe në aspektin e ligjëratave dhe vargut të ligjëratave. Kjo për shkak bollokut të madh që e ka historia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Por se neve do të mundohemi në maksimum që ti rrëfejmë ngjarjet dhe pastaj të ndalemi aty ku kemi mundësi të përmendim nga mësimet, porositë që i ka ngjarja me veti. Të nderuar xhamatli, përmendëm se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur i plotsoi 40 vite i erdhi Xhibrili në shpellën Hira, një shpellë e cila ishte karakteristike për nga thellësia e vet, nga gjatësia e vet, dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dikon 3 vite përpara shpalljes shkonte shpesh atje, dikon 4 ditë apo një javë të tërë, qëndronte natën edhe ditën pa u kthye tek shtëpia. Pastaj kthehej në shtëpi e merrte ushqimin me veti dhe kthehej prap në këtë shpellë. Dhe i përmendëm disa prej dobive që i ka ky izolimi Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe kur i plotsoi 40 vite, një ditë prej ditëve i erdhi meleku më i madh, Xhibrili alayhi salatu wassalam, me emër të Zotit, me izën dhe leje të Zotit xhelle xhelaluhu, që ta shpall librin e fundit, kurorën e librave, librin më fisnik, më bujar, më të madh, te më i miri i njerëzve, te vendi më i mirë dhe më i begatshëm i të gjitha vendeve, duke i shpall atina Kur'anin fisnik dhe Kur'anin e madh. Andaj nga ky çast filloi historia të merrkahje të tjera. Nga ky çast filloi që njerëzimi ta kupton fillimin dhe mbarimin, ta kupton pse kanë ardhur në këtë botë dhe ku po shkojnë. Çdo lindje simbolizon diçka. Kur lind një njeri, argumenton se ka me shku dikon. Çdo jetë që na jetojna këtu argumenton për tjetrën. Çdo jetë që lind këtu argumenton se do të ringjallemi. Andaj Zoti jon xhellahu ala nga mëshira e vet, nga butësia e vet, edhe pse s'pat nevojë për neve. Nuk ka nevojë Zoti jon xhellahu xhelalu për neve, por se nga mëshira e dërgoi Xhibrilin. E dërgoi Xhibrilin krijesën më të mirë. Krijesën më të mirë, dhe dietarët kanë thënë, zgjedhja e Xhibrilit për ta zbrit shpalljen e Zotit është edhe shtesë e mëshirës ndaj njerëzimit. Sikur për shembull, kur një njeri dëshiron me ndihmu dikujna, dëshiron me ia çu një përkrahje dhe ka me veti shumë punëtor, ka me veti shumë njerëz, ka me veti shumë të privilegjuar, të cilët kanë mundësi me ja kry punën dikujna, dhe ja dërgon një njeri nga punëtorët e vet, ka mundësi me ja dërgu punëtorin më të thjeshtë, që kanë përmend dietarët si shembull këtë ilustrim që ta kuptojnë pse e dërgoi Xhibrili.
Ka dikush ta çon punëtorin më të vogël, po ndonjëherë ta çon ja pak më të aftësuar dhe pak më mjeshtër. Ndonjëherë ta çon punëtorin më të mirë. Ndonjëherë mundet me ta dërgue edhe njerëzit më të afërt me të cilët bashkëpunon ai, kolegët dhe aksionerët e vet. Po ndonjëherë mundet me ta quajë edhe familjarin, që nën kupton se kjo është kulmi i dashurisë. Allahu xhelle xhelaluhu Xhibrilin e ka me lekun më të dallum. Allahu ka me miliona, miliarda me laçe. Ka thënë Allahu xhelle xhelaluhu: "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa." Askush nuk e din sa është numri me lekëve të Zotit xhelle xhelaluhu. Pra Allahu nga miliarda ka mujt, ka ndokoft, funi fundit na jemi njerëz dhe ai çdo melek është më i fortë se na. Çdo melek është më i aftësuar se na, nga se janë krijuar nga drita. Ka mujt me quaj Israfilin, ka mujt me quaj melek të ndryshëm, por sa e ka zgjedh Xhibrilin. Xhibrili çfarë pozite gëzon te Zoti? Allahu xhelle xhelalu ka lavdruar shpesh Kur'an Xhibrilin. I ka thënë dhu mirra, meleku më i pashëm, më i bukur. Edhe e ka quajt qawi, e ka quajt i fort, dhe e ka quajt me pozitë e Zotit xhelle xhelaluhu. Andaj dërgimi i Xhibrilit ishte shtesë e privilegjit për njerëzit. Kur dikush ti ta dërgon, kanë më të afërmin. Ta dërgon më të afërmin. Andaj edhe këtu e ndjejmë një pjesë të rahmetit të Zotit, kur Zoti jon xhelle xhelaluhu na e dërgon neve Xhibrilin alayhi salatu wassalam tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që të jetë privilegji edhe më i madh. Pastaj kaluam tek çështja e leximit, se si zbriti lexo 3 herë shtrëngimet që ja bani Xhibrili alayhi salatu wassalam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe e shpjegum se çish kuptohet shtrëngimi me rahmetin, edhe me shtrëngue, edhe me të thënien atë të mëshirue, si kuptohet, e shpjegum këtë në ligjëratën e fundit. Pastaj dietarët kanë përmendur në këtë Iqra shumë mësime. Në këtë këto çka po folmi janë pak nga ajo zbatimi i kësaj fjale. Pa lexu zbohet asnjë sen. Pa Iqra është errësirë, pa lexim është ignorancë, pa lexim s'ka kënaqësi jeta, s'merr kuptim. Pa kalem, pa laps. Andaj Allahu xhallahu ala nimetin më të madh ja përmendi njerëzimit kanë: alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam. Allahu është ai i cili ka mësuar njeriu me laps. Me laps, kur ta kapësh lapsin, dush me ndjej nimetin e Zotit. Kafshët s'din me kap, shpendët s'din me kap, shumë krijesa s'din me kap lapsin me shkrujt, me shpreh që tash e kanë mrena. Andaj Allahu e privilegjon njeriu dhe ja mësoi çka nuk e diti. Dhe këtu ka shumë dobi, neve dhe një do ta cekmi për me e dëshmu edhe më shumë pejgamberin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dietar kanë përmend se ajetet e para i zbritën Iqra, e ai s'ditë me lexu. Lexo ai s'ditë me lexu. Tjetra allamel bil qalam, e ka mësuar me kalem. Dërsa arabët të nderuar xhamatli nuk dishin me përdor kalemin, nuk dishin me përdor lapsin. Përgjithësi arabët rrallë dikush. Andaj Khatija ku e çoi burrin e vet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kur u trem, e çoi te Waraka. Dhe pse e çoi te Waraka? Tha se ai përdor kalem. Ku me çu për me mor konsultim se çka po ndodh me Muhamedit alayhi salatu wasalam, e çoi te Waraka ibn Nawfal. Pse e çoi te Waraka? Tha se ai përdor kalem dhe libër. Pro ishin trall ato, u trall që përdorshin kalem. Dhe këtu ka një mrekulli të Zotit xhel xhelaluhu. As populli, po as vet Muhamedi alayhi salatu wasalam kur s'kish prek kalem. E Allahu tha: o Muhammed, lexo me emrin e Zotit tan. Dhe pastaj çka i tha? Ai i cili ka mësuar njeriu me kalem. Kush është ai që ka mësuar njeriu me kalem? Ku janë ata njerëz? Ku janë? Unë e pijatenës jam. Unë kur kalem s'kum prek. Populli jam s'di kalem. Çka puna e kalemit? Dietar ka thënë, kjo është dëshmi
fakt, provë e fuqishme e Zotit Gjelle Gjelaluhu se është shpallje prej Zotit. Pse? Ani pse ti s'di me përdor kalemin? Ti do t'jesh prisja atyre që kanë me përdor kalemin. Prisja atyre që kanë me përdor lapsin. Andaj Zotit Jon Gjelle Gjelaluhu nuk i tha, aj ti mas i s'po di, s'po ta përmenmi, jo. Se kjo është begatia e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Andaj sikur që a i s'dit të me ledzu, i tha ledzo, që ashtu edhe pse a i s'dit të me përdor lapsin, i tha, aje ka mësu Allahu njeriu me përdor lapsin. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, për me kuptu këta, ktheje nga ana tjetër. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, masi unë nuk di me përdor lapsin. Hekne, kjo pak po msikletav mua. Për shembull dikush mos me ditë as shkrim as lexim, sikletavët, më ja përmend vazhdimisht, ti s'di me lexu, ti s'di me shkruajt, non stop më ja përmend. E lodh njerin. Pra njeriu më ja përmend një send e cila nuk është prej sendeve të çmuara. Po Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk u shtetësonte për kësaj. Sikur që nuk u shtetësonte që në Kur'an Allahu me e thirr, o ti i cili s'di me shkruajt dhe me lexu. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula. Ai i cili është e dërgoi te ata që s'din shkrim dhe lexim Rasulin. Andaj të nderuar xhamatli, këta nëse don me kuptu ma qartë, ma freskët, kuptoje sinceritetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Unë pse s'di me lexu me kalem, Zoti jam ka thonë, Allahu ja ka mësu njeriu me kalem. Allahu ja ka mësu njeriu me e përdor lapsin. Andaj kjo ishte prej begative të Zotit Gjelle Gjelaluhu. Pse ai nuk dinte, nuk do me thonë mos me e përmend. Andaj Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte prej atyre të cilët asnjëherë nuk ishte lexuar, asnjëherë nuk ishte shkruajt, asnjëherë nuk ka lexuar libër, por se Zoti Jon Gjelle Gjelaluhu muktatria ja përmendi. Muktatria ja përmendi, për mi ka du çka? Se ti s'është kjo puna jote, kjo puna jote. Na po të thojna, jo ti. Na po të thojna çështo. Andaj Allahu xhelua shpesh herë në Kur'an i thot, kul, thuaj. Kjo pse figuron këtu? Thuaj. Për me kallëzu se Muhamedi sa nuk ka këtu dorë. Ai pi thot thuaj dhe ai thot, çka të bëje? Ajo është teklif, ajo ngarkesë e Zotit Gjelle Xhelal dhe detyrë dhe wajib dhe fard për me komunikuar tek populli i tij. Pasi u kthim pite Waraka, Khadija me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, një periudhë pezulloi shpallja. Pra prej nga ky çast, prej të zbritja e lexo këtyre 5 ajeteve, shkoi një periudhë që nuk pat shpallje. Po dietarët historianët kanë polemizuar sa ka zgjat kjo periudhë. Mendimi më i saktë është se kjo periudhë ka zgjat dikon 7 ditë dhe në mendimin më të largët e që është i pranueshëm është 40 ditë. Pra një muaj e 10 ditë. Kjo mendimi më i saktë që e kanë regjistruar dietarët, ndërsa ka edhe mendime tjera të cilat thonë se ka zgjat me muaj të tërë, por se kjo nuk qëndron fare me argumentet të cilat historianët i shohin si të pranueshme. Pastaj Zoti Jon Gjelle Xhelaluhu e inspiron Muhamedit sallallahu që të mallëngjehet për shpalljen. Pra janë dalë shpalljen që Muhamedi sallallahu tash ai ta lype. Kjo është forma e Zotit Gjelle Xhelaluhu. Çështu i mëson Allahu njerëzit. Një herë e prezanton, pastaj e shikon kush po do me ardh. Apo Allahu Gjelle Xhelaluhu e ka thënë Islamin, e ka thënë fenë e Zotit, e ka zbrit nimetin, e ka kallëzu argumentet, dhe pastaj ka thënë Allahu që kjo Islami, që Kur'ani, që argumentet, që faktet, s'ka rrugë tjetër. Inna ad-dina 'inda Allahi l-Islam. Fe te Zoti veç Islami. Allah e ka prezantuar në format më të mira, me pejgamberin më të mirë, me sahabët më të mirë. Mirë po Zoti tash me zor nuk të merr. E be mora na me zor këta. Jo, kjo është forma e Zotit. Allah e prezanton, e ekspozon, nuk le shibe, por me zor. Andë tha Allahu Gjellu Ala, e fenat dribu, a na kena me lën shpalljen se dikush s'pedo, e fenat nullzimu kumuha, shiko Zotë Jon Gjellu Ala që shtot,
A do t'ja u bojna me zor? Lazim? A me zor me udhon? Jo. Dikush zdo me mor. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ardhi Gjibrili, pastaj pezulloi. Pse pezulloi? Tash ky talipe. Edhe Muhamedi sa filloi mu mallëngji. Mi ardh për s'dyti Gjibrili, nga se kishin met enigma. Ai filloi mu bind se është pejgamber. Por si kishin met enigma të paqelta, sende sekrete të paqelta, andaj filloi malli mi ushtue për mu taku prakt me Gjibrilin. Argument, shtash e shpeshtoj me shku të shpela Hira, që ti vjen Gjibrili, i ushtue etja, i ushtue uria që të takohet me Gjibrilin. Dhe kështu o Zoti jonë Gjelle Gjelalu i menaxhon punët. Andaj të ndëruar që më të linë, kjo nga çka përfitojnë api kësaj. Allahu kur thot hayya ala salat, hayya ala al-falah. Kjo është e Zotit. Kjo është Zotit. A s'ka nevojë për neve. Kur të thirë ezani hayya ala salat, e tash tek i ketë në dorë. Si dush vjen e pranon, si dush vjen se pranon. Por Zoti mos mendon se ka me tor zhak me ngrej për shtëpie. A disa njerëz thonë, pse kum zhak s'meraj, nuk zvarrit. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shkon të tash të lipte. Fillem u tut, fillem u tremb, u friksu. Por tash po e lip. Andaj kështu na duhet udhëzimin. Allahu një herë na shtin xhami. Pastaj thot takshirmi ju sa po vraponi. Andaj tha sari'u ila maghfiratin. Tha ju vraponi pas faljes e Zotit Gjelle Gjelaluhu. E jo që përcaktohet e disa njerëz apo sikur kur po vjen Ramazani pi falin do taravia edhe sikur pi bojnë mirë Zotit ato. Ha? Që edhe në Ramazan ka pak po vinë apo. O i nderuar, ty për veti ven. Ty për veti ven për shpirtin tan, për me shpëtu një ditë prej ditëve, ditën e fundit të kësaj bote. Nuk ven për kërkan, a dhe ti Zotit s'mundesh mi po mirë. S'mundesh mi po mirë. Një ditë prej ditëve i than Imam Ahmedit rahmetullahi alej, kur e panë se sa po ban sabër e çfarë durimin islam, e ardhen do njerëz i than, o imam, Zoti shpërbleft që pinimon islamit. Zoti shpërbleft. Pra e pojshi sa i po sakrifikon. Edhe zishin që kam i thonë, Zoti shpërbleft për islamin. Tha subhanallah. Mund Zoti shpërbleft për islamin. Zoti është shpërbleft islamin për mua. Zoti është shpërbleft islamin që e ka qu, e ky islam në ka po ndarshëm. Pra, islami është që në ka ngrit. E se këna ngrit në islamin. A ti kur të bëjsh ibadet, qa po do me ka dushtash? E fillon dikush mi po të isa ibadete, disa punë mira dhe fillon me një vetën. Ky që i ti po fes, o ti nderuar, ti me ndru jetë, mu vdek prap mu quhe, islami ec. Islami ec, ka ec para tije, ka me ec mas tije, ka ndru jetë Muhamedi s.a.s. që ti po vjen xhami. Apo, andaj ta kuptojna këtë hyrje për zdyti në shpallje si tash ti ki me ardh me lip. Tash ti ki me ardh me lip. Na ta prezentuam, e tash ti vjen, e kërkon me mallëngjim dhe me mall dhe me etje shpallën fjalën e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shpeshtonte shkuarjen për zdyti në shpellën Hira derisa i ardh për zdyti Gjibrili alayhi salatu wassalam. Andaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith që ka transmetuar Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, thot alayhi salatu wassalam, fa bayna ana amshi idh sami'tu sawtan min as-sama. Derisa ishte duke ecë, ku ishte duke ecë? Te vendi ku e pritte me ardh për zdyti Gjibrili alayhi salatu wassalam. Ai dinte tash ku mundet me ardh, aty ku i kishte ardh për parën e herë. Andaj na vëllezër të nderuar, na ku peshojnë lumturinë, rahatien, qetësinë, harmoninë ku? Në Ramazan apo? Dhe duhet me ngajt mas Ramazanit. Se e kena pasë që aty o mirësia. E duhet me vrapu që kërë për shkon të shpeshta që ti vjene për zdyti. Për zdyti ti vjene Gjibrili. To deri sa ishte duke ecë, kër e dëgjova një zanë. Farafa'tu basari qibele sema. Dhe e ktheva fytyrën time nga qielli. Fa idha al-malaku alladhi ja'ani bi Hira. Kur ja meleku për zdyti. Qa'idun ala kursijin bejnë as-samai wal ard. I ult me një kursi, me një karrike në mes qiellit dhe tokës. Hadithin e Buhari
dhe në Muslim. E kur po thojmë shpesh në Bukhari, Muslim, çka bibja kjo? Kjo është libri më i saktë, më i s'ka polemik të muslimanëve në këta. Nuk ka polemik, hiç fare, me ixhman e muslimanëve. Me qiellit dhe tokës. Feju'idtu minhu, u tremba për zdyti. Çashtu kishte ardhur, e kishte prezantuar veten Xhibrili edhe më shumë. Andaj pejgamberi sa 2 herë ka pasur Xhibrilin në formën e vet, 2 herë në jetë. Dhe dietar kanë diskutuar pse se ka pa më shpesh, nga se ka qenë madhështi e madhe dhe rëndesë e madhe me pa Xhibrilin në formën e vet. Sigur për shembull me kuptu ma let, për shembull njeriu kur shikon nga dielli. Kush dëmtohet? Diellja asini? Dielli asini? Sini? Po shiko, po afrove dhe pak më shumë? Çorohesh. Andaj ishte 2 herë, sa ta shofe kusha. Pastaj, s'ka nevojë. Pse? Se jo që hub Xhibrili, po hub dobësia e njeriut. Andaj veç 2 herë po. Muhamedi s.a.s. E para herë është kjo, tash për zdyti. Edhe e dyta herë që e ka pa në pamjen e vetë ku është, kur ka arë me morë me qunë qion, Isra dhe Mi'raj. 2 herë ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thot i kishte 600 flatra e përfshin të horizontin, nga çdo flatër e Xhibrilit dilte dhe shpërndaj pej margaritarë dhe gurve të çmuar, sa s'ka mundësi njeri mi numrua. Kjo është Xhibrili. Andaj Zoti ka shumë gjelle gjelaluhu. Andaj kur i thani ditë sahabët pejgamberit se ja Rasulullah, na po lutmi për shumë. Tha Zoti ka ala më shumë. Tha po na ala më shumë lipmi. Po tha Zoti ka pa fund. Zoti nuk shterët gjelle fi ula. Andaj thot pejgamberi sa feju'idtu, u tremba. Hatta hawitu ila al-ard, derisa rash për tokë. Me ta afru një krijesë të madhe, problem është, mund është me ra. Po njeriu kur t'i vjen diçka e madhe, frikohet. Pastaj thot, fe gjitu ehli fe kultu zemmiluni. E unë prap u ktheva te familja jeme, te gruaja ime, dhe i thash, mbulomni. Ku kthente për zdyti prap te gruaja. Dhe këtu është një detal shumë i rëndësishëm. Ai kishte shok, kishte kusheri, kishte familje edhe tjerë kishte. Pse s'shkoj te kurkush? Por te gruaja. Nga se streset më të mëdhoja në jetë, njeriu me kanë ndan me bashkëshortën. Edhe pejgamberi s.a.s. e kish pas shok e Ebu Bekrin para se mu bë pejgamber, po s'shkoj te Ebu Bekri. As shkoj te Ebu Talibi gjallë, as shkoj te Abasi, mi gjatë tjetër, jo, shkoj te Khadija. Zemmiluni, mbulomni. Dhe Allahu Gjelle Gjelalu izbriti tash ajete, i tha Allahu Tebareke ve Teala, ja ejuhel muddathir, kom fe endhir. I tha Allahu Gjelle Gjelalu, o ti imbuluar, kom fe endhir. Tash ngritu dhe ngrita alarmin. Endhir është alarm, vërejtje, qërtim, si dush elaboroje, është me ngrit alarm. Endhir nadhara i thojnë kur dikush vjen me siklet se atu prit me ardh diçka e keqe. Andaj tha Allahu Gjellu Ala, o ti mbuluar, ngritu, fe endhir, e tash ngrite alarmin. Kjo ishte ajeti me të cilin pejgamberi s.a.s. u ba Rasul. Deri para se mi ardhë që kjo ajet ishte pejgamber. Kur i ardhë kjo ajet u ba Rasul. Dallimi shumë shkurt. Pejgamberit i vjen shpallja dhe se ka obligim me ngrit alarm. Ndërsa Rasuli e ka obligim me ngrit alarm. Pra pejgamberi nuk e ka obligim me hinë përleshje me njerëzit. Nuk e ka obligim. Ndërsa Rasuli e ka obligim me ngrit alarme, e në këtë alarm nëse ka tatim du të menet pas. Nëse thot po kjo kushton, ki menet pas. Këtë qa kushton, ki menet pas. Kjo është Rasul. Andaj ka ma shumë pejgamber se sa Rasul. Pse? Nëse Rasul është barmë
e madhe. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur i zbritën këto ajete e kuptoi se duhet me ungrit dhe me e thirr kanë të muje në Islam. Por se Zoti jon xhelle xhelaluhu nuk e ngarkoi me një herë me ngarkesat e mëdha. Por i tha një herë fillo tinza, fillo fshehu razi. Do të folmina për këtë periudhë fshehu razi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam davetin e tij, thirrjen e tij e filloi fshehu razi. Pse fshehu razi? Por se për të cilat do t'i përmendmi, për rrethanat dhe gjendjet të cilat do t'i përmendmi. Për çka? Nga se Zoti jon xhelle xhelalu donte mi arrit mesazhet. Por se këto mesazhe nuk donte mi realizue me çka? Me thirrje të ligjeve, por donte nëpërmjet ligjeve çka i njohin njerëzit. Para se me kalu të forma se si e filloi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam davetin, neve shkurt do t'i përmendmi si i vinte shpallja pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pra kur i vinte Xhibrili, çfarë forma i vinte? Si ja binte shpallja? E para prej formave çka i vinte shpallja është ëndra. Në ëndër mi aprue mesazhet. Andaj Ibrahimi alayhi salatu wassalam i ardh në ëndër me therr djalin. Dhe ajo ishte e prerë. Andaj ëndrat e pejgamberëve janë wahi. Ëndrat e pejgamberëve janë shpallje. Andaj ka mundësi Zoti jon xhelle xhelaluhu në ëndër me i dërgue mesazhet, ata janë ajete. Pra forma e parë është ëndra. Forma e dytë, cila është? Forma e dytë se si ja shpall Kur'anin Zoti xhelle xhelaluhu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është që mi ardh Xhibrili pa i dal në pamje, as pa i shluzon, po me e frimzu në palcën e zemrës së tij dhe ai pastaj me e di se çka ju ka shpall. Pra thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inna ruhal qudus nafatha fi ar-ru'i. Vërtet shpirti i shenjtë Xhibrili ka gjujt nafatha në brendin time. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kupton se çka i është shpall. Kjo është forma e dytë. Forma e tretë, se si Xhibrili i a shpall pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shpalljen, kjo është shumë e rëndësishme. Ta kuptojnë si vjen shpallja, ka se njerëzit sot kanë nevojë me ditë ç'ish vjen shpallja. Vezveset shumëta, propagandat shumëta, cytjet shumëta, në ëndër i ka ardhur. Ha, njerëzit ç'ish diskutojnë me veten, e na për kuvende. E Aisha ka po në ëndër na me ndjeksh tash në zhgondër, a? Ati në ëndër i ka ardhur e na me mor ligj. Por se njeriu duhet me pas kujdes këtu se Zoti xhelle xhelalu i ban sprova këto. I ban sprova, Allahu mundet, andaj jehudët çka than? Çka i than Musës jehudët? Çka i than? Erin Allah e jahra. Kur i thon te Musa, ka thon Zoti çështu. Ato një herë, dy herë fillon musikletat. I than o Musa, hajt nxjerr në Allahun ta shohna na. Kjo çka argumenton? Sa ata diçi e kanë një siklet tim mes neve. Në dvejnë Allah vetë në ta fole. Po mirë, na kur lexojnë këto ajete, a nuk shohmi kështu propaganda dhe njerëz që jetojnë me këto bindje? Pse s'vjen Allah me na fol këtëve? Subhanallahu, ata s'mundën me fol me një ministër të sotshëm, me një kryetar të sotshëm. E dojnë me fol me Zotin xhelle xhelaluhu, që as pejgamberëve se u ka mundsu mi pa. Musa ka thënë o Zot, tu fol me Zotin, o Zot. Me fol, po duhet me të pa. Jo. S'ka mundsi. Andaj, këto janë shumë rëndësi ti kuptojna, që kur ta lexosh, kur ta nish i ka ardhur në ëndër. Si e kupton këta? Si e pranon këta? A je i nënshtruar ndaj kësaj? Kjo shpallje. Andaj forma e tretë e ardhjes së shpalljes të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është prezantimi dhe mëshirimi i Xhibrilit në pamjen e një njeriu. Për shembull, vjen në pamjen e një njeriu. Mas shpeshti ka ardhur në formën e një sahabiu. Ka emrin Dihjetul Kelbi. Ky njeri sahabe, ka thënë Ibn Hajar al-Asqalani, komentatori i Sahih Bukharit, ka thënë Dihje, ky njeri kur kanë fol arabët për bukuri, për njeri heshëm, kanë thonë si Dihje, sikur Dihja.
Andaj dihja është shembulli i bukurisë të arabët, pastaj edhe të muslimanëve. Andaj Gjibrili ka ardhur në formën e dihjes. Pse? Për urtësi që ka i din Zoti Gjelle Gjelaluhu. Por pse në formën e dihjes? Nga se njeriu, kanë thënë dietarët, ma le të pranon mësimin prej atij i cili është për shembull i rregullum, i parfumos, i heshëm, apo andaj Allahu Gjelle Gjibrilin, Allahu pse nuk e çoi wahin me melekun e vdekjes? Pse se çoi Kur'anin me melekun që ta merr shpirtin? Po këtu ato ardhë me mësue, jo me ta morr shpirtin. Kur vjen me ta morr shpirtin, ajo mosele tjetër. Pra, Allahu ka dhe melek që ka trishton. Ka ndaj kanala për transmetime se melekun e vdekjes veç me pa çlën trupi. S'ka nevojë me bë shumë punë. Pastaj i ka disa procese të shkuljes, Zoti na ruaj dhe na fal. Andaj, pse dihja, kanë thënë dietarët që shpallja dhe mësimet njerëzit kanë dëshirë me i morë. Andaj nga kjo kanë thënë dietarët se hoxha, mësuesi, arsimtari, ai çka jep mësim, s'mundet me shku me kry punën që çdo ai me çfarë do tesha, me çfarë do veshje, por duhet pak me u rregullu. Pse? Qase njerëzit kanë të marrë mësime. Andaj duhet me u bë serioz dhe me e ngarku më tepër se sa e zakonshme. Andaj vite Gjibrili në formën e dihjes. E katërta, dhe kjo është më e vështira. E katërta, dhe kjo është më e vështira prej formave që ka ardhur shpallet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ku ka thënë alayhi salatu wassalam, fi mithli salsalatil jaras, me tingullin, me zhurmën, me zërin e ziles. Gjaras, zile. Me këtë tingull, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, wa huwa ashaddu alayya. Dhe kjo formë është më e vështira për mua. Ka thënë dietar pse është më e vështira? Ka thënë Aisha radhiyallahu anha, kur i vinte që këtë formë u mbulonte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në djers edhe kur ishte dimër. U lante djers edhe kur ishte dimër. Pse vallë? Nga se kjo ishte forma më e ashpër, më e vështirë që i vinte shpallja. Si e dëgjonte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një zile prej mrena. Edhe ajo mirte nga ka dal deri në duke ushtue për masa e kësaj zhurme, dhe pastaj kur u ndalte dhe u tërheqte, atëri dilshin ajetet pejgamberit alayhi salatu wassalam. Sigur për shembull, njeriu e ka të limituar dozën sa mundet me ndi me vesh. Shkenca dhe fizika ka trajtim të veçantë se sa është ato zhurma dhe forma, se sa mundet me duru veshi. Nëse e kalon një limit, çka bën? Shurdhohet. Andaj çka bën njerëzit kur ka shtypje zanit, automatikisht kështu natyrshëm i nën vesh, i nën durteve. Pse? Se e ndis ato sikletau. Është edhe drita, nëse është në dozën më të madhe, e çorron njeriu. Andaj kur i vjen te kjo zile, e shqetësonte, është e mundinshme, edhe dirshin djersën. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kjo ka qenë më e rënda për mua. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, forma e pestë se si ka ardhur shpallja është forma e Gjibrilit. Forma se si është kriju në krijimin e tij Gjibrili alayhi salatu wassalam. Forma e gjashtë është drejt për drejt nga Zoti Gjelle Gjelaluhu. Forma e gjashtë është drejt për drejt nga Zoti Gjelle Wala. Kjo kur ka ndodhur në Mi'raj. Në Mi'raj. Isra dhe Mi'raj. Isra në Aqsa. Mi'raj në qiell. Kjo është dikush i përzihet. Isra me shku në Aqsa, me ecë natën. Mi'raj, kur i ka folë Allahu Gjelle Wala për mësram në Mi'raj, i ka folë drejt për drejt Zoti vetë te bareke wa taala, dhe kanë polemizuar dietarët në formën e shtatë, ajo është a e ka pa Zotin e vetë Gjelle Gjelaluhu, dhe më e sakta është se nuk e ka pa Allahu te bareke wa taala. Hadithin e Sahih Muslim e kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, a e ki pa Zotin tan kur ke shku në Mi'raj? Ka thënë nurun fa anna arahu, ka thënë dritë e madhe ku ta shoh. Dritë e madhe
ku ta shoh. Andaj kjo forma e fundit, ato dietarë që mendojnë se e ka pa, thojnë edhe i ka fol direkt. E para direkt me za, e dyta me za dhe shikim. Por se kjo e fundit nuk qëndron tek shumica dërmuese e sahabeve, tabiinëve dhe shumica e ulemave. Pra këto ishin ata format të cilat i kanë përmend dietarët se si vin te i arte shpallja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajo që kanë përmend dietarët në këtë periudhë të shpalljes është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam frigohej mos të haronte Kur'anin. Dhe çka bante? E shpejtonte leximin, i lëvizte buzët shpejt. Andaj Allahu i zbriti ajete. Allahu Jelle Jelalu i zbriti ajete. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Mos e shpejtoti lëvizjen e gjuhës tane duke u tut se po të ik. Shiko pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa mesazhizitet e ka marrë këtë punë. Sot njerëzit çish dojnë me mësu ilmin? Çish dojnë me mësu ilmin? Ha? Çati ta mësoj pak. Jo, pejgamberi sa mu tut të mos të ik as një zanore, as një shkronjë. Pse? Gëse shpallje Zotit. Ndoshta po më shpallet një ajete, unë pe haroj, pastaj pe haroj me kallxue. Bare madhe. A e kena na këtë barë? A e kena na këtë barë që njerëzë mos t'ju mangësojnë a diqka? Andaj pejgamberi sallallahu në haqin lëm të mirës, çka tha? Kur i mbledhi këtë njerëz në Mekë, çka tha? Shikoj ka qielli. Allahumma hal ballagt, Allahumma fashhad. Tha, o Zot, a e kum qunë vend? O Zot, dëshmo. Pse? Bare madhe, fjalën e Zotit. Vallahi sot njerëzit, sot kur e qon një njeri madh i thot shko thuj filanit, ai mundohet preciz me ja shkrujt apo çish ka thon. Pse? Se është barë. E fjala e Zotit Xhelle Xhelaluhu. Andaj fjala e Zotit duhet më morë serioz. Nuk duhet me kalu aty rreshtat hajtse. Duhet me morë serioz. Edhe kujt ja komunikojnë na njerëzit duhet më marrë serioz. Dhe kjo është bare o xhallarëve dhe dietarëve. Se ditën e gjykimit nuk çpoton as xhamati as kurkush. Xhamati respektohet, por nuk ka mundësi xhamati me qenë ajo shtypja e cila i tregon hoxhës çka do të më kallëzoj dhe çka jo. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tutte, mos të ikë ndonjë ajet e pastaj mos të kallëzonte. Po duhet më kallëzue. Duhet më kallëzoj këtë ajetet. Duhet më kallëzoj të gjitha ajetet. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam veç një herë i ka shkuar ndërmend me shtyje një mesele, me shty. Allahu me një herë me shpallë ka reagua. Laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. O Muhammed, ti po anon pak ka ata. Laula an thabbatnaka, mos më kanë se na të forcum. Apo no na të forcum. Prit ti pak o çor foli me këto të mëdhojt. Than heke pak Bilalin ti, heke pak. Dvina na të mëdhojt. Allahu xhelal reagoi. Ti tha veç ashtu siç thojnë ana. Jo ti siç thojnë ata. Andaj Allah veç ndërmend i kishte shku subhanallahu, veç ndërmend. Ama Allahu reagoi ke. E sot njerzit leje ket. Fjala e Zotit e pa pozitë të njerzit. Andaj Allahu na tregoi në gjuhën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam në Kur'an ku o Zot, këta njerëz s'pe morin me serios Kur'anin. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahu çka tha? Mos u gut. Ani mirë është mu shtetësu me pas dert, nëse kjo barë, por mos u gut. Pse? Se sikur që ti s'ke dit me lexu, na ta lexojna. Ti s'ke dit me lexu, na ta lexojna. Andaj dhe Allahu Xhelle Xhelaluhu mos u gut me leximin e shpejt. Pastaj çka i tha? Inna alejna jam'ahu wa Qur'ana. Na ta mbledhmi. Pse i tha na ta mbledhmi? Sa ju tonë të mos pi hik diçka. Shemë një fjali i hik, ajo e prish kuptimin. Tha na ta mbledhmi. Ti reja rahat. Ti s'ke dit me lexu, s'ke dit me shkrujt, as s'ke dit ke marr kjo, kështu që re rahat. Na çish ta kena zbriç ashtu ta rujna. Wa Qur'ana, dhe na ta lexojna. Pastaj dha Allahu te bareke ve teala, fa idha qara'nahu fattabi' Qur'ana. Fa ti vetëm e ke një obligim. Kur na ta lexojna ti ngoje. Ti veç ngo. Dhe kjo çka argumenton? Allahu për njerëzve veç li, veç ngoni. Veç ju me ngu, pastaj ju në këtë punë ja usosi. Ju veç ngoni Kur'anin. A dhe çka tha Allahu xhallahu ala?
fa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu la'allakum turhamun. Si sa shpejt e pruni rezultati Zoti xhallahu ala. Tha kur të lexohet Kur'ani ju veç ngoni me vëmendje. Veç ngoni me vëmendje. Edhe keni më mëshirue. Kaç. Andaj tha fillim, ta ti mos u gut, na ta lexojna, na ta mbledhna. Ti veç ngo. Thumma inna alejna bayana. E kur ta ngojsh, na ta mundsojna me lexu që ke ngu. Kjo mrekullia e Zotit xhelle një herë me lexu dhe me një herë me e kuptu. Kanë thonë dietarët dhe këta Zoti ka trashëguar te ulemat ma vonë. Te Buhariu, te Muslimi, te Abu Davudi, para ti Abu Huraira, Aisha, Abu Said al-Khudriu, Ibn Abbasi, këto e kishin trashëguar çka? Para mendoni në vitin e 7 e pranon Islamin Abu Huraira, 4 vjet jeton me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i transmeton 5700 hadithe dhe ka thonë edhe 5000 diçka si kam kallëzuar për 4 vjet. Le ta provoje kush doje për 4 vjet me i mësu 10.000 hadithe për menç për 4 vjet. Kjo çka? Nga se kjo begati e Zotit, ju vetë ngoni që duhet, krejt tjerat në ususmina. Kjo begatia e Zotit xhelle wala. Andaj prej kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka shpejtuar leximin dhe nuk është gut në lexim. Pastaj fillon çështja e davetit. Këto ishin format, sa ti kanë përmend dietarët, dhe ishin mësimet e fundit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se si duhet ta pranon Kur'anin. Dhe tash kishte tjetër breng mo. Cila ishte tash brenga? Këtë Kur'an me deportuna për njerëz. Dhe kjo brenga më e madhe. Brenga e parë ishte njëherë derisa u stabilizu vetë, që si është kjo punë, si vjen, si forcohet. Tash brenga tjetër, e kjo ishte edhe më shqetësueshme, ndoshta e cila e kishte shqetësuar 23 vjet, si me komuniku të njerëzit. S'ka ma zorë se me shti Kur'anin të njerëzit. Ma letë është i muzikët sa Kur'anin. Ma letë është i një këngëtare se sa një ajet e Zotit xhelle xhelaluhu. Andaj pejgamberi sa shumë është shqetësua, shumë e kishte brengë. Atë shumë kam ri brenga Muhammed sa për me shku Kur'anit e njerëzit derisa Allahu i ka thonë: "O Muhammed, la'allaka bakhi'un nafsak alla yakunu mu'minin." O Muhammed, kime mit vetëm se s'po bëhen musliman. A e ka mit dikush vetëm për neve për mos po bëhen musliman? A ka shku dikush me breng çaq larg sa që te shtëpia vajton pse njerëzit s'bëhen çish duhet? A ka shku kështu? Rall. Por se Muhammed sa donte me myt vetën. Allahu ja citoi. Allahu ku citoi nuk thot, nuk e servilos, ai për një me e ka brengos vetën. Andaj prej këtu ishte mo periudhë tjetër. Periudhë e shqetësimit, si me komunikue fjalën e Zotit xhelle viula. Të nderuar xhamatli, neve tash përpara i kemi 23 vjet. 23 vjet për 20 ligjërata që na kanë me kurs me. Pra, me fol për një vjet, për një orë, s'ka mundësi. Por se na do të mundohemi maksimum me përmend pjesë më të rëndësishme të historisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, piqitu e andej deri në fund i kemi 23 vjet. Andaj shpresoj që ai i cili don me qenë porcellë me neve, ta marrë një libër si Nektari i Vulosur, historisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo i dërguari Allahut i fundit sallallahu alaihi wasallam nga autori Ali es-Sallabi, apo ta merr Zadul Ma'ad i Ibn Qayyim el-Juzeyy, të gjitha të trija janë të përkthyera dhe ndihmohemi në bashkëveprim që edhe ti mos të mlesh me shku me hum, po edhe ju t'jeni ma prezent dhe në paranishëm në këtë ligjërat. Dhe se kjo histori është histori e njerëzimit që nuk përsëritet. Nuk qonë me Allahu pejgamber. Kjo pejgamber i fundit. Andaj na sa më shumë që studiojna, aq më shumë e shtojnë në dozën e Islamit dhe imanit në zemrat tona. S'kena gjithë pejgamber, kjo është vula e pejgamberisë. Andaj do ta ndajmë periudhën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam 23 vjeçare në disa ndarje. Dietarët e kanë ndarë në shumë ndarje, por do të shkojmë në ata shumicën e dietarëve se si e kanë ndarë. Dietarët fillimisht e kanë ndarë në ndarje e Mekës dhe e Medinës. Kjo është shumë lehtë. 13 Mekë,
10 vjet Medinë. Kështu ndahet ndysh. 23 ndahet ndysh, 13 dhe 10. Pastaj këto dy ndarje, çdo njëra prej tyre ndahet në disa deg tjera. Sa i përket Mekës, Mekja 13 vjet ndahet në dy periudha. Periudha e parë është 3 vjet daveti msheft. Dhe periudha 10 vjet është daveti haptaz. Dhe kjo 10 vjet ka shumë ngjarje. Periudha ma e izoluar është periudha 3 vjeçare. Por se ka shumë rëndësi kjo. Derisa kanë thënë dietarët, në periudhën më të ligësht, më të dopt e kanë pranuar Islamin njerëz më të mëdhoj. Njerëz më të mëdhoj. Çka e kanë ecë Islamin dhe kanë çarkullu Islamin. Andaj periudha Mekës 3 vjet me 10 vjet. 3 msheftas, 10 haptas. Pastaj periudha Medinase, e cila është 10 vjeçare dhe llogaritet nga dalja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam prej Medinës, prej atij momenti llogaritet pjesa e hijrit, pjesa e emigrimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Kjo periudhë si ndahet, ka shumë ndarje. Ne do ta ndojmë 3 pjesë që kanë nda shumica ulemave. Periudha parë, periudha e mos stabilitetit, periudha e luftrave, periudha e sikleteve, periudha e sprovave, periudha e mundësisë për mu shkull këtë kjo begati. Dhe kjo ka shku dikun 6 vjet. Qysh nga emigrimi, 6 vjet plota s'ka pas stabilitet në Medinë. Gjithmonë ka qenë, do ta shohim me lejnë e Zotit Gjelle Gjelaluhu këtë periudhë. Pastaj nga viti i 6, kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bën marrëveshjen e Hudejbijës, marrëveshje paqe me kryetar dhe presidencën e arabëve, atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e shfrytëzon këtë periudhë deri në vitin e 9, kur ata e thin besatimin. Atëherë çka ndodh? Këtë periudhë pin 6 deri në 9 pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e shfrytëzon mundësinë e stabilitetit të Medinës për me dërgu letrat të mbretët, të Hirakli, të Persianët, në Egjipt, e kështu me radhë. Ju çonte letra për Islam, eslim teslem, pranoj Islamin, unë jam i dërguar i Zotit. Pastaj viti i 9 e deri në fund pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kanë quajtur këtë periudhë, periudha e tretë, periudha e delegacioneve dhe ardhjeve të kabileve dhe njerëzve për me pranu Islamin të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe kjo llogaritet periudha e çlirimeve të mëdha. Kjo llogaritet periudha e çlirimeve të mëdha, çlirimit të Mekës e kështu me radhë. Andaj keni parasysh këtë hartë që pastaj kur thomi periudhën e msheft, ti dije parasysh 3 vjeçari pa. Kur thomi periudha haptaz, çka thuhet 10 i dytë në Mekë. Kur thuhet periudha e sikletit në Kur'an edhe në Sunet, çka për qëllim 6 vjeçari i parë. Kur thuhet periudha e paqes, çka për qëllim prej 6 deri në 9. Çka ka periudhën e paqes? Letra ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në për mbretëri. Dhe periudha e fundit është periudha e çlirimit dhe vulosjes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe realizimit të mesazheve të Zotit Gjelle Gjelaluhu. Zoti jon Gjelle Gjelaluhu e caktoi që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam 3 vite të thirr fshehtas. Kjo fshehtas, kur tham fshehtas, unë shpeshherë kur i lexoj këto tekste, këto histori dhe komentin e dietarëve, edhe del ndonjëherë kështu me këshir karshi, edhe thu këta janë njerëz pa përsëritshëm. Mos mi paskon ata na sishmi sot. Mos mi paskon ata na nuk ishmi sot. Allahu i ka kudretet e mdoja, po flasmi për sebepe, për ligjet e zhvillimeve në tokë. Allahu që ka ban me kudretin e vetë, na nuk përzimi ati. Por se me kudretin njerëzore, me bashkëveprime njerëzore, mos më paskon ata na sishmi sot. 3 vjet s'ka guxu me dal as një fjalë jashtë të ligjit që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. 3 vjet se ne kanë morë vesh Kurejsht ku janë të takue. 3 vjet. Unë mendoj se 3 orë na duhet sot. 3 orë na duhet të shmikon në të ngarkuar me këtë bardh. 3 orë na duhet për më morë këtë vesh edhe më prish këtë.
3 orë. Apo në kohën e Facebookit, e rrjeteve dhe internetit, 3 orë. Gabim e kajt, dëzdut me mshef këtë punë. Gabim e kajt. Ha njerëz që gjithu nësë folë. Jo, përse me mshef këtë punë. 3 vjetë me mshefna. Por se Zoti unë gjithë qoj bura. Qoj bura që për nga mërë, kur i tha mshefe. Mshefe. Andaj Omer ibn Khattabi. Omer ibn Khattabi shpesher u shqetësonte dhe shpesher ka pas shqetësime Muhamedit sallam, edhe në Mekë edhe në Medinë. Kur pejgamberi sallam dëshironte me ja izolu krenarien. Kur i thonte, ja Rasulullah, pse me durube këto me na mshuna, mos mi mshu? Pse me duru? Këto mshona me bosabora. O, Omer, dhe këqështu jam urdhnue. Ko që sikleta ata me treti, mos me mujt as me thonë, veç me durue. Kur banën mardheshje, qka tha? Ja Rasulullah, pse peshkruun ti që shdojnë ata? Pse peshkruun që shdojnë ata? Tha Omer, unë jam i dërgum i Zotit. Andaj, këtë skena, qka argumentojnë? Se ata nuk lëvizgjën vetëm si qka thonë Zotit Gjelle Gjelalu. Qish ka thonë pejgamberi s.a.s. Andaj nëse ti don me e pa, pse sot njerëzit janë këtu, pse muslimanët janë këtu, se nuk janë mësu me thonë semi'na wa ata'na, dëgjuam dhe respektuam. Ha? Dëgjuam çka na dojna dhe respektuam çka na dojna. Andaj ndodh kjo, çka ndodh? Andaj 3 vite te shtëpia e Arqam ibn Abil Arqam al-Makhzumi, nga fisi Makhzum, një fëmijë 16 vjeç te shtëpia e tij. Ai fëmijë ishte. Por se do shta e kish përfshi me burrinë e tina një numër të madh të njerëzve. Andaj filloi Islami msheftas te kjo shtëpi e këtij njeriu. Para kësaj pejgamberi s.a.s. davetin dhe thirrjen e parë te kush e bani? E bani te strehi i parë, Khadija radhiyallahu anha. Andaj i tha Allahu Gjelle Gjelaluhu më ka urdhëruar me mbesue. Deri në fillim çka i thajte? Çka po ndodh? Kur u vërtetu se janë pejgamber, ja prezantoi thirrjen që më pranue Islamin. E tash unë s'po du me një detale, djetar ka një detale që ti nuk ta merr mendja. Ka një detale që s'ta merr mendja. Unë e veç një detalë po du me e cek. Gruje ma e madhe, ma autoritetshme, me paret e saj ishte baki i pasur, me paret e asaj ishte baki i pasur, Muhammed s.a.s. A i s'kish pare. Deri se sa e vërtetoj që ish pejgamber, zdike shka pëndodh, e vetë ke Khadijës që shpe shpegu këtë pun, e qoj të gjalli Agjës vetë, të gjalli Agjës Khadijës, dhe në fund për thot pranoj e Islamin. Më unë jam pejgamber. A është ciklet për Khadijën kjo ajo? Por shembo, unë të bona ti me pare, unë të martova, unë ti shpjegoj që dhe rishtash që tis... Disan. E para, andaj kanë thonë djetarë, thët Ibnul Ethiri, dhe gjithashtu Ibnu Hajar el-Asqalani dhe Ibnu Ishaqi, kanë pëjtë të ushmëri se njeriu i pari cile ka pranu Islamin dhe ka pranu për pejgamberin s.a.s. është Khadija radhiyallahu anha. Andaj këtë këto i te kaloj Khadija. I te kaloj dhe nuk kur gjo nuk tha. Andaj Gjibrili tha, po thot Zoti jot, bani selam Khadijës. Bani selam Khadijës. Kjo privilegj i madh. Pse? Andaj njeriu i pari cili e pranoi fen ishte gruaja. Njeriu i pari cili e pranoi fen ishte gruaja, thot Ibnul Ethiri, Khadijatu awwalu khalqillahi aslama bijma'il muslimina lam yataqaddamha rajulun wala imra'atun. Po e citoj që dikush pastaj atje nëse don me hulumtue ka mundsi me hulumtu. Thot Ibnul Ethiri, njëri prej historianëve të mëdhtë të muslimanëve në Uzdul Ghabe, thot krijesa e parë me pajtimin e këtë muslimanëve që nuk i ka parapri as burr as gruaje në pranimin e Islamit është Khadija radhiyallahu anha wa ardaha. Pastaj pas këtij kush e ka pranuar Islamin? Pas këtij e ka pranuar Islamin djali Agjës, djali e Abu Talibit, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, dhe ka pas 10 vet. Shkurtimisht Aliu ka qenë prej njerëzve që e ka rrit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Aliu e ka rrit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka dosh shumë Aliu.
Nëse na mundson Allahu Ramazane tjera me pas imër dhe shëndet, do të flasim për këtë njerëz të madh, Ebu Bekrin, Uthmanin, Omerin dhe Aliun. Aliun e ka rrit kush? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pasë Ebu Talibi shumë djem, edhe s'kishte komoditet financiar aq të mirë, dhe i shkoi i tha pejgamberi sallallahu alaihi i tha para pejgamberis, tha ma jep njonin, be ma mu të arruj njonin. Cilin ja dha? Ebu Talibi tha, Akilin si të malesh qërët kanë dush mere. Akilin si të malesh qërët e mor Aliun radiallahu anë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja dha frymëzimet e para Aliut. A ishte rritë edhe para pejgamberis me njerit madh dhe e pranoj në moshën 10 vjeçare Ali ibn Abi Talib radiallahu an islamin të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pas Aliut kush e pranoi islamin? E pranoi Zeid ibn Haritha. Zeid ibn Haritha. Ky ishte rob të Khatijja, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishte pëlqyer ky djalë. Dhe i tha Hatijës, sa ma jep mua. Ma dhuron mua. Dhe Hatijja fasta minja merr. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë njeri të bennahu e kishte birsue dhe ishte i njohur të arabët Zeid ibn Muhammed. Zeid ibn Muhammed, porse Allahu gjelluar në luftën e Ahzabit në madhon atje e këputi këtë birsimin. Ud'uhum ila abaihim, tha Allahu gjelluar, thirrni djemt me babalartë e tyre. Thirrni djemt me babalartë e tyre. Dhe Zeidi ka një ngjarje të veçantë, do ta përmend me atje me lejen e Zotit Gjelle Gjelaluhu kur vim të ngjarja e tij. Pas ti, kush e ka pranuar islamin? Të gjitha vajzat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Krejt çikat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e kanë pranuar islamin të pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe ka qenë prej nderit që ka bëu Zoti Gjelle Gjelaluhu pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe nuk e ka shqetësuar në familje, sikur ka pas disa pejgamberë janë kanë shqetësuar në familje. Për shembull, a dhe ka thënë Ibn Qayyim el-Jauziyja, nuk e ka plotësu Allahu ndonjë pejgamber si pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Nuk e ka ndru ligjërimin që e ka ndru për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Andaj Allahu xhelal ka thënë Nuhit, inni a'idhuka an takuna min al-jahilin. Të këshilloj o Nuh, mos u bën për ignorantëve. Veç me të thonë mos u bën për ignorantëve, koza seklata. Kur si ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë Davudit, o Davud, mos i ndjek epshet e njerëzve. Veç me të thonë që shtonë siklet, mos i ndjek epshet. Në kur si ka thonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Nuhi alaihi salam djalin e ka pas kafir, njërin prej djemve e ka pas kafir. Andaj ka thonë ja bunayya irkab ma'ana, o djali jam ec me neve ibn anije, por sa i ka refuzu. Luti e ka pas grujen shkin, qafir, jo besimtar, që ishtë du shquje. Allahu gjelë ka thonë, vë kanët mile l'ghabirin, dhe jo të të hi në grupën e të shkatruar edhe në zjarë. E ka thujtë Allahu ajuz, plak, kuptimin jo të mirë. Andaj, Luti e kish problem me grujen, edhe Nuhi e kish problem me grujen. Apo, pejgamberi s.a.s. Allahu e ndëroj. Khadija pranoj me njëherë, vajzat e pranoj me njëherë, Ali e pranoj me njëherë, Zeidi cili ishte dhurat prej Khadijës e pranoj me njëherë, dhe kjo ishte stabilitet për pejgamberin s.a.s. që barëm familjen e parë ta ketë të qëndrueshme. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, që njeriu të fillon thirrën nga brenda, që fillon thirrën nga brenda. Andaj vajzat e pejgamberit s.a.s. e pranuan, dhe këtë këto njerëz që i përmendëm ishin brenda shtëpisë. Ende su përmend asë njeri a shtëpis. Zeidi, Aliu, pejgamberi sallam ishte kujdes për to, vajzat e pejgamberit sallam, Khadija asë një jashtë. Dhe i pari njeri cile ka pranu jashtë shtëpijës islamin nga ana e pejgamberit sallam, o shoku i ti i ndershëm, i fisnik, i bujar, njeri më i privilegjum fytyrë tokës mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ajo është Abdullah ibn Uthman ibn Amir al-Qurashi al-Tajmi, me emër dhe nofkën e ti Ebu Bekër as-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. E ka përmend Zoti jon xhallahu ala në Kur'an. E ka përmend Zoti jon xhallahu ala në Kur'an. Ja ka premtuar xhenetin në Kur'an. E ka përmend se është shoku i Muhamedit në Kur'an.
idh yaqulu li sahibihi la tahzan, fa Allahu jalla wala, kur ai i thon te shokit vet mos u mërzit. Kush është shoku i vet? Është Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu an. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte privilegjin që i pari të cilin ja prezantoi jashtë shtëpisë ishte shoku i tij Abu Bakr as-Siddiq. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke e lavdruar Abu Bakr radhiyallahu an, tha ma da'awtu ahadan fil islami, ma da'awtu ahadan ila al-islami, nuk e kam thirr dikan në islam vetëm se kanat lahu indahu kabwa, vetëm se o menum pak, se kam thirr dikan në islam vetëm se ta këshir me pak. Omeri, Othmani, është menu pak, shkurt kabwa, një menume wa nadhar, dhe ka shiku, wa taraddud, e dikush është të rejtë brapa, pastaj prapë është kthye, illa ma kana min Abi Bakr ibn Abi Quhafa, vetëm se me përjashtim Abu Bakr, djalit të Abi Quhafës, Abdullah ibn Uthman al-Qurashi radhiyallahu an wa arda. Ma akama anhu hina dhakartu lahu, ai asnjëherë s'është stagnu dhe nuk ka lëkund kur ja kam përmend Islamin. Andaj kjo ishte prej asaj që ka përmend dietarët në pranimin e Islamit të njerëzve të parë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Abu Bekri dul dhe bani davet. I pari çka e bani davet ishte kush? I pari çka e bani davet Abu Bakr as-Siddiqu ishte shoku i vet. Shiko, zinxhir. Abu Bekri shoku i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Abu Bekri tash e thirr shokin e parë dhe krejt këto u banën elit. Shkalla më e lartë të njerëzimit. Shkalla më e lartë. Sot me kundërshtu, shiko a jemi atë periudhën alo frikë ishte. Por sot me kundërshtu Abu Bekrin koha dush më mat. Me thonë ai s'ka çelluar. S'ka çelluar. Koha dush më mat, se Zoti i Onjëllona ka ngritë shumë. I pari të cilët i bani thirrje Abu Bekr as-Siddiqu ishte Uthman ibn Affan radhiyallahu an. I diti Zubair ibn al-Awwam, i treti Abdurrahman ibn Auf, ta quajmë tregtarin më i hatashëm i asaj kohe. Pastaj Sa'd ibn Abi Waqqas wa Talhatu ibn Ubaydillah, pas njerëzi të cilët tut pestit me emën me emën e kanë morë lejen me hinë xhennet për kësaj bote. El Mubashirin, 5 nga 10 të përgëzuarit në dorën e Abu Bekrit. I gjashti prej tyre Abu Bekr as-Siddiqi radhiyallahu an. Andaj Abu Bekri posa e pranoi Islamin, me njëherë ja u prezantoi njerëzve më të afërt të cilët kishte muhabet dhe kishte kuvend me to. Pastaj Abu Bekr as-Siddiqu vazhdoi davetin e tina dhe çdo kush që kishte mundësi me thirr dikan e thirrte në Islam dhe hinën një numër i madh i njerëzve në Islam, diku 60 njerëz në davetin fshehtas të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej tyre ishte njëri i madh Abu Ubejde ibn al-Jarrah, ky të cilin e quajti pejgamberi eminu hadhihi al-umma, besniku i këtij ummetit, të cilin Omar ibn Khattabi kishte ndruar me Khalidin, burri i madh Abu Ubejde ibn al-Jarrah, Abu Salama ibn Abdul Asad, Arqam ibn Abi al-Arqam, Uthman ibn Mad'un, e shumë njerëz të cilën nuk do ta ngarkojmë ligjëratën me emrat e këtyre njerëzve, por ajo çka duhet ta kuptojmë se filloi me ardh njëri pas njëri te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe për ta pranuar Islamin. Kjo ishte periudha 3 vjeçare e davetit dhe me këta e përfundojna. Vetëm se duhet më nxjerr disa mësime të shkurta në këtë periudhën 3 vjeçar që dalin pastaj te 10 tjetër. Tham për shkak kohës duhet me ngjesh rrethana dhe ngjarjet që ta shohim krejt historinë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra në 3 vjeçarin e parë, në davetin msheftas, te shtëpia e Arqam ibn al-Arqam, dikon afër kodrës Safa, u mbledhshin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me shokët e tina, me Abu Bekr as-Siddiqun, me Uthman ibn Affan, me Zubair ibn Awwam, me Ali ibn Abi Talib, me Zaid ibn Haritha, me Uthman ibn Mad'un, me plot sahabe Abu Ubejde ibn al-Jarrah, kategori e madhe, Bilalin, Suhejbin,
e shumë njerëz të cilët e kishin pranuar Islamin në këtë periudhë dhe ishte periudha 3 vjeçare rresht e msheft. Dhe pastaj kaloi periudha e hap. Nga këtë kjo të nderuar xhamatli, dietarët kanë nxjerrë shumë mësime, ne do t'i përmendemi disa prej tyre. E para prej tyre rëndësia e davetit të njerëzit më të afërt në familje. Cilat janë më të afërt në familje? Dietar ka thonë, me pas pa për jam gjallë babën dhe nanën, të ato kishku. Argument, sigur Ibrahimi. Të parin davet që e ka bo, ja e beti. O, baba jam. Me parin njeri me babën e vetë. Për nga mësëm nuk e ka pas babën, as nanën. Të parin njeri, kanë e ka pas? Khadijën, të shpia. Andaj e ka ofru Khadijës. Andaj kjo është shumë rëndësi, ta kuptojmë. Nëse ti je dërtli, ki gajle, je i gajlost, ki breng, që ti përmirësosh njerëzit. Nëse nuk investon në familje, të kontestohet brenga dhe realiteti dhe sinceriteti asaj brenge. Pra ti sikur për një me dash me përmirësu njerëzit, po ti që ti shka të lidh me gjak, me shpirt, me emocion, ti ja kështë prezentu që ati një herë. Ti mundosh me shpëtu. Andaj nëse ti e te i kalon këta, çka ndodh? Fut dyshimet e njerëzit. Qa thoi njerëzit? Po kimi rajdo është mirën, pse si ndrejqit vetët? Pse su gajlos për të vetët? A mu po mdoj ka ma shumë se babën e vetë? A mu po mdoj ka ma shumë se grën e vetë? A mu po mdoj ka ma shumë se qikën e vetë, djalin e vetë? S'mundët. S'ka mundësi me mdash mu ma shumë. Kjo në tërshmëri. Andaj Zoti Xhellahu Ala edhe kur i tha me dol haptazi, çka i tha? Ku tha? Nuk i tha shkon Taif? Endhir ashiratakal aqrabin. Andaj surja Shuara kur zbriti dhe i tha vërzam dil tash haptazi. Do të flasmi nesër me lejen e Zotit Xhellahu Ala. Ka ne vledhi pejgamberi sallam? O Quraysh, o Abdu Manaf, o familja Abdul Muttalibit, asni këto. Pse? Familja e parë. Andaj të nderuar xhamatli, na kur të bëjmë thirrje në Islam, ku do të më investu fillimisht? Fillim e mbarim. Në familjet tona. Në familjet tona, me vendos kalaja. Andaj nëse ti e shef një njeri se ka dhënë maksimumin me babën, me nanën, me gjyshin, me fëmijën, me axhën, dysho. Pse? Të garanton, të garanton njerëzit e dijes se ai njeri i cili nuk ka investu në familje dhe nuk ka gajle për familjen e vetë, ta di se ti e pak, nuk ta do bashkë të mirë. Leja ata, s'munësh me ma dosh më të mirë, ata të lidhë gjaku me mu që atë lidhë, me ata të lidhë gjaku. Andaj Allahu shiko, e din Allahu që funksionon njerëzimi. Njërë të gruja, të qikat, pastaj të kusherit. Andaj ta kuptojmë këtë mesazh të Zotit Xhelel Xhelaluhu. Të investojmë familjen e herë, ta rregullojmë grujan, ta rregullojmë gjallin, qikën, vllavin, babën, nanën, e pastaj nëse ata refuzojnë dhe këmbgulin me vazhduan të vetën, çka me bë? Sigur Ebu Lehebi, axhe kishte Ebu Lehebin. Ebu Lehebi ka njëri më i heshëm. Ebu Leheb, a di pse e kanë thënë Ebu Leheb? Leheb çka? Zjarr, i ndezur, ka qenë i heshëm. Ai ka bë propagandë kundër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po ai refuzoi. Tabat lek tha. U mallkopsh. Pse na thirrti për si punë? Ma qove ditën kot. Ha, seklet i madh. Por se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çka i tha Allahu xhellahu tha? Tabat yada Abi Lahab. U mallkopshin durte Ebu Lehebi, tha rriti rahat se ai ka thojë si kiti. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i filloi nga familja. Na ka të më nis nga familja. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na mëson neve, nëse doni me shiku dikan, a e ka seriozisht, a e ka për një me, a e ka hajgare, shikoni mrejna, jo me hi mrejna, Zotin Arujt, jo, pa ato kur dalin jashtë, si jetojnë Islamin ata, si janë të regullumë ata, si s'ka mundësi ti mi tha njerëzve, mos vjerni, mbanu njerëzin dërshëm, mbanu devotshëm, e të shpia, a ju këto, jo, andaj tha, për nga mësa moj Fatime, mëlqit kam, ama të Allahu kur gjans bëj dobi, oj Safije, halt kam, të Allahu kur gjans bëj dobi. Apo, pse i tha këto? O Abbas, ashtë kam, të Allahu s'bëj dobi.
mos të gaboje me të shkumenja se më kije djallë vllavi e unë e kam mundësi me të bëti shka. Asnjëherë. Kjo është seriozitet. Andaj të investojmë në fillimisht në familje. E dyta të nderuar xhamatli është se Islamin e kanë pranuar njerëzit të mëdhoj fillimisht. Khadija, Ebu Bekri, Abdurrahman ibn Aufi, Ebu Ubejdah ibn al-Jarrah, të njerëzit janë të mëdhoj. E jo si shtoj njerëzit se fillim e kanë pranuar fukarat, njerëz dopt, njerëz të cilët s'kan pas pesh si Bilal. Ja nuk është ashtu. I parë që ka pranuar për njerëzit më Ebu Bekr as-Siddiq. Ebu Bekr as-Siddiq të nderuar xhamatli në atë kohë sikur me pranu sot për një presidencë më të lartë. Pi familjes presidentave më të mëdhoj. Me pranu dikush për tyre Islami. Me pranu për një me. Me pranu për një me Islami. Kjo punë e madhe këtë dunjaja mërvesh. Këtë dunjaja andaj argument se ka qenë për njerëzve më të lartë cili është a i dini sa qytet ju ka hangër për të mëdhojve ndaj doptive. Bilali, Suhejbi, Khababi, kanë hangër qytet, kanë Mari, Jasiri. Apo Ebu Bekri asë njerës është prejkë. Pse? Problema mi prejkë djemë të kretarve. Aja ishtë me familjes të madhe. Andaj, nuk ishtë, kjo qka argumenton? Qka argumenton? Kjo i ban demand dhe kundër përgjigja të shka thojnë. Po be, për që ato do njerëzit dopt, fukara, kanë hinë Islam, mas për gjenë do një dinar që ati. Jo, qëfar dinari gjenë Ebu Bekri? Ebu Bekri me pare i liran të njerëzit nga robria. Andaj njerëzit mëdhaj kanë hinë Islam. Dhe pejgamberi s.a.s. jo rastisht Ebu Bekrin të parin e ka zgjedhur. Pse? Se ka ditë që ajo është pjellor, nuk është tërp. I pruni 5 veta, tut 5 xhenetli. Tut 5 xhenetli. Osman ibn Affanin. Andaj, kjo çka na jep neve me kuptue? Çka na jep neve me kuptue? Se këtë Islam e kanë bërë njerëzit mëdhoj. E kanë bërë njerëzit mëdhoj, njerëz të pasur intelektualisht, akademikisht, njerëzit të pasur ekonomikisht, njerëz të cilët kanë qenë ngop në gjitha aspektet, por e kanë pasur kjo fe e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Tjetra të nderuar xhamatli është dietar kanë thënë ças shpejt pruni Ebu Bekri njerëzi. Ka i pruni ças shpejt. Si i pruni ças shpejt? Ebu Bekri ka ardhur në hadithe dhe në histori se Ebu Bekri ka qenë rajulun muallaf. Njëri shumë i këndshëm. Kanë nejt me ta njerëzit. Andaj shpesh njerëzit kanë thënë o Ebu Bekr. O Ebu Bekr ti njëri mirë ve i e që kanë mashtruar ata. Apo që njerëzit ka thënë ka çumbe ti në xhami ti mirë keve të shkuar daton ka kafët kush të mashtroj këto daton. Atë kena njoh njëri të shkollum, njëri me akademike, fakultete, kush po shkon atje me fukarat xhami po pjesësde. Apo Ebu Bekri nuk i kushton të vëmendje kësaj. Apo ti u shkollove? Jo, ti i pasur, jo. Po pse se rregull muallaf? Njëri i këndshëm. Kjo çka na jep neve me kuptue? Se davetin, thirrjen. Ani pse e do ti? S'do me thon pse e do që mundesh me çu përpara. Nuk mundesh me çu përpara. Kush e çon përpara? Njerëz të cilët kanë tërheqje, kanë shpirt nal, të cilët nuk i dhnohen për pak e për shumë. Keni pa dikush totën e baj davet, pak me kundërshtu, 3-6 muaj si fol kërkujna. A di kush u ka cënue, kush u ka përdhos. Ti s'u ne babe davetin. Daveti s'u ne banti. Daveti është thirrja e Zotit xhallahu ala është ti mu shkri për Allah. Mu shahe, mu ofendue, mu torturue, s'ka problem. Ti nuk i je këtu. Ti ki mision. Andaj Ebu Bekri, njëri madh, por nuk tha kur unë njëri madh tash ju s'keni. Jo, andaj ti prezantojmë njerëzit më të mirë në davet. Ti prezantojmë njerëzit më të mirë në Islam. Pse? Ti thojmë atij çka po do, ti nuk di not. Ama unë po du me shpëtu se kia të dek, po ti me këci edhe ti mitësh. Edhe ti mitësh. A e ki për qëllim me pështu që është të fundos, apo do vesh me këcije? Ki po të zënështë thotë, jo të hinjë dhe one. Po hinjë dhe ti po vesh sharë shka po. S'ki mundësi. Andaj të ndëruar gjë, kjo ka shumë silme. Po e para për i tëre është që të zgjedhë njerëzit, të zgjedhët kategoria elite thirjes, sepse kjo është ajo që ka Allahu Gjellalu në kam suneve në Kur'an. Dhe e fundit dhe me këta e përfundojnë atë ndëruar xhamatli dhe më bani halal për kohën, e fundit është se Zoti jon Gjellaluhu Islamin nuk e ndihmoi me
me ligje të jashtëzakonshme. Nuk e ndihmoj me, për shembull, me zbrit diçka me çat qellin, me ndihmu për mëson me hip karike si Gjibrilin, apo si shto ishin Kurejsht, në të hipe ki dikun nalt, në të naboje këto altan, ketë këto vende, në të folim, në të zripi me lachet, ketë Allahu gjëhet i qujti, subhana, rabbi, tha i madhe zëti jem, nuk do kështu me punuan. Kjo që kanë argumentën neve? 3 vjetë më sheftas, 10 vjetë të ndaluar me këthyje dorën. Se të vëdhe me këthy dorën? Ajtë më shonë, ti dush me shujtë. Dhe t'i përmenjë detalet nesër për këtë pikë. Ata me mshu, ti me shujtë. Ata me mshu, ti me shujtë. Ata me akuzu, ti me shujtë. Sa është e rëndësishme kjo? Por se këtë pikën e fundit, që ka po du me përmenjë është, kanë thonë djetarët, Allahu në përmjet historisë e Muhamedi s.a.s. në mëson se aj nuk është ndihmu me jashtëzakonshme. Vesh një herë është ndihmu me sende të jashtëzakonshme. Cila është ajo lufta e Bedrit? Lufta e Bedrit. Edhe pse krejt mjetet i kishin marrë shokët e pejgamberit s.a.s. Kjo neve çka na jep mesazh? Që na mostojna, e pa ato janë kon sahabe, kanë imu Allahi. Aja ka pejgamber, kanë imu Allahu. Allahu 3 vjet tinza. Ta kishin imu Allahu, kishte pitë të dy laptazi. 2 laptazi. Pse po më shefësh? Se të vrasin. Të vrasin. Andaj pejgamberi sallam një herë do ta përmendni në ligjëratën e ardhme, njëri prej sahabeve, një detaj i vogël, e pa tu fal, ndodhi një përleshje mes kurrejshve, reagoi pejgamberi sallam. Tha, a kum thon sheftas? A kum thon mos me bë përleshje? E kështu me radhë. Pse? Se është me rëndësi. Është me rëndësi mi përcjell ligjet, se si funksionon proceset e kësaj bote. Andaj kjo neve çka na bën me kuptue, se pejgamberi nuk punoi jashtë njerëzorës. Më shefu se duhet më shef. Haptas kur pat mundësi. Andaj pejgamberi para se me dal haptas çka bani? E thiri Ebu Talibin. A muj me dal? A më rej për mas? Po, dal. Pejgamberi sallam, Allahu i kishte thonë dil, po ki mur se bepët. Kur i thanë kena me të vra, çka bani? Çka bani kur i thanë kena me të vra? Me këshirë me mentalitetet e sotshme, që shifje? Hasë për para se Zoti trun tije. Po Zoti trun, por Allahu trun me disa forma. Jo që ishe mendoj njerëzit. Kur i thanë kena me të vra, shkoj të Ebu Bekri, unë po du me ikë për këto. Unë po du me ikë për këto. Tha min një herë, ja Rasulullah. Unë e kam privilegj ma orë me tije. Min një herë. Andaj këto janë ligjet Zoti Gjelle Gjelaluhu, se nëse na i morë në qëto ligjet që i kanë morë ata, edhe neve na i për që ajo që ju ka dhonë atyre. E nëse na bomi ma të meqëm se ata, e ma të gudzimshëm se ata, e ma të sinqert në klapa se ata, e ma dashamir dhe të zëllëshëm për këtë fej se ata, na vetëm se e kena rrejt vetë vetën, i kimi bo vetës fladitje nga zhegu i mos punës dhe nga zhegu i dështimit, dhe e kemi manipulu vetë vetën, kinë se neve nuk po na mundsohet, por se na realisht nuk i kemi kuptue ligjet e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Dhe kjo ishte ajo e cila e ka përmend dietarët në këtë periudhë të ndershme të historisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lutim Zotin ton Gjelle Gjelaluhu që Allahu te bareke ve teala na mundson që Allahu te bareke ve teala na ban prej ndjekësve të hapave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na mundson Allahu Gjelle Gjelaluhu detalet e historisë të tij alayhi salatu wassalam. E lutim Allahu te bareke ve teala që Allahu Gjelle Gjelaluhu na furnizon me njerëz si Ebu Bekri, si Osmani, si Zubejri, si Uthman ibn Madhumi, si Ebu Ubejd ibn al-Jarrahi. Në mundson Allahu Gjelle Gjelalu njerëz si Aliju, të cilat e përhapin Islamin, e përhapin fejnë e Zotit Gjelle Gjelalu, me kaq për i dha fund kësaj ligjërate, duke lutë Zotin ton Gjelle Gjelalu që Allahu te bareke ve teala ta ban qabul agjërimin ton, ti ban qabul namazet tona, taravijat tona. E lutim Allahu te bareke ve teala që Allahu Gjelle Gjelalu na jap përfundim të mirë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah.